Fakton të vinte ministra Belinda Ballu këtu. Të raportonte, të thoshte, këtu e kemi defektin, këtu s'kemi financën, po të marri financën e punëtorit, e kur vjen puna të mbushet xhepi i Arbena Metaj, i Erion Braçe, se kur ishte Partia Demokratike në krye, Erion Braçe bërtiste, ku shkon Arizi? Unë tash i pyes tyja që më erdhe, ku shkon Arizi tash ti? Pse të më mbajen mua ato të shkretat rogaj? Mund t'a quash, po unë ato i quaj ka qole për para atje Arbena Metaj dhe Edi Ramës. Kur erdi Edi Rama aty në shesh, na premtoj që Arizi do kaloj në uzin. Lekët e prapametura, që neve 2 vjetë punuam dhe nuk na i ashu, na i dhan, nuk po i marim. Dhe ta i premtoj që, më falni se jam shumë e revoltuar dhe zdikë si ashu, premtoj që lekët e prapametura do t'ja japësh punëtorve atija Beso Sulaj. Ku është Beso Sulaj tashti? Ku është Beso Sulaj? Që i mbajti? Punoj 1 vit dhe neve punuam dhe nuk na u derdhën lekët në siguracione. Ku janë këta? Apo heshin. Tash i s'man me ujë pilafi e bëm këtë realitet kështu. Që këto gratë të rinë këtu, e të ndajen atje, të lëm familjen atje, edhe të rinë këtu, është absurde shumë. Ku është Erion Braçe me hapte gojën, ku është? I dilni damarë tu si shpa më dali mua nga Nevriku. I dilni edhe këto damarë tu të balli. Ku është Erion Braçe? Pse së urlërin tashi? Ku shkon Arizi? Jo, s'është gropa e zezë uzina, gropa e zezë është qeveria Edi Rama, që po e shkatron gjithë shka. Kështu i thuaj atje në televizor. Nuk jemi neve punëtor tu, e të na japi lekët ato që na takon. Të bëj 37 vite, pune 2 vjet i kam humbur nga pagesa e siguracioneve. Shkoj për vizit, nuk më kap njëri me dorë, pago 10.000 lekëshe. Përse duhet ta pagoj 10.000 lekëshe në vlla? Përse? Se nuk figuron në siguracione, thot. Edhe unë si punëtore 37 vite, 2 vite me i ka ngrështeti, se s'më ka paguar siguracione. Kaluan të xhepi Edi Ramës, ku shkuan siguracione? Vetëm këtë të ngrini. Arbena Metaj qa për qa ashu? Për qa është Arbena Metaj? Mere fut në xhep. Nuk e mendoja kur që në jetën time të arria në një grevurie. Megjithatë, nena ben sakrificën për fëmijët e tij. Edhe unë e mora këtë sakrificë. Sikur dhe të vdes, unë dua që të më realizohen 2 kërkesat e mia. Të merren pagat e prapametura dhe të rifilloj puna. Pse them të rifilloj puna? Se kjo nuk është një ndërmarrje ndështuar. Se puset shqiptari nxjerrin me tonelate naftë. Dhe kjo naftë duhet të vinte në uzinën tonë. Të këta të rinj që duan të mësojnë për teknologjinë e naftës. Ashtu si që mësova unë, si që thot dhe vajza ime, mama unë do bem kimiste si puna jote, po si mund bësh kimiste? Kur ndërmarrjes po punon prej 4 vjetësh, kur unë kam një ekonomi, mund të them të dobët, unë s'kam bukë. Megjithatë, ju falenderoj dhe për thirrjen që ju bëm zonjave, dhe kushdo qoftë, dera është e hapur për ne. Përderisa ne morëm këtë vendim, shoqet dhe motrat tona, duam që të na iki lotët nga syt. Një herë për gjithmonë. Se ka mundësi që kjo uzinë jo të punoj sot, se kemi hapur themelet që kam qenë unë në shkollë të mesme, këtu e 40 vjetë, unë kam hapur themele aty. Dhe sot jam këtu, për bukën e gojës. Është e rendur. Për të gjithë është e rendur, po sidomos për fëmijët, se erdhëm këtu dhe u futëm pa asnjë lloj kontakti me familjarët. U nisa për protest, për të drejtat, dhe kur erdhi puna e pam që shokët kaluan në një gjendje shumë të rëndë, menduam që të futeshim ne. Dhe burru më thamë, jemi të forta, se punoj me 3 turne, pa ndërprerje, të sfilitura, me shumë halle, dhe i dham drejtim, se jemi të forta e them dhe një herë. Shprestojmë të na dëgjojnë. Jam e fort në shpirt, në zemër, nuk e di.
jemi gratë shkolluara, mund të them. Të gjitha, jo unë, të gjitha këto mund të ruajnë sot rolin e një inxhinieri. Se sa del nafta, unë e marr, jam laborante, e shikoj dhe them, ta pish. Pse them ta pish? Se është cilësore, është e shkëlqyer. Ne u kemi bërë thirrje jo vetëm juve, të gjitha zonjave, unë personalisht i kam bërë thirrje gjithë qeverisë, kryeministrit, edhe presidentit një ditë nga mediat, dhe duam që të reagojnë për hallin tonë. Nuk jam vetëm unë, nuk jemi vetëm ne, janë 900 familje këtu në Ballësh. 900 familje që nga kjo uzinë, nga një punëtor, në çdo familje punonte aty. Me një fjalë, në çdo familje një ish i punësuar që me atë rrogë, jo se kishin të ardhat mjaftueshme, po mbanin vetëm me buksat. Tani ne 2 vjet pa rroga. Jo bukë që s'kemi me, ne jemi kreditur me borxhe, me kredije, me tjerat, po edhe një nën si puna ime që jam me divorcuar, që fëmijët e mi s'kan fituar akoma gjyqin e pensionit. Kemi kemi hyrë në ministri, unë dhe ajo atje, me forcë e nuk na priti. Të ketë ndjeshmëri. Le të na japin një përgjigje negative, po të paktën le të vi këtu. Edhe negative do ta përtypin. Po të paktën të ketë ndjeshmëri si nën që është si ne. Kemi fatin e madh që ministria është femër, ministria e kësaj që na përket ne është femër, po të paktën të vi. Le të na përgjigje negative. Do ta përtypim dhe ata. Po të paktën të vi të bëj takim. Kam punuar që 18 vjeçë dhe sot jam 53 vjeçë. Më kanë shpëtuar lotot. Se ajo puna atje na ka ushqyer. Po edhe që të ngelemi në këtë ferexheje kështu, nuk e dim. Të vinë gratë të futen në grevurie, kjo është turpi botës. Për bukën e gojës, për gjakun ton, për gjakun ton. Asgjë nuk i kemi futur dorën në xhep dikujt. As kujt, as dikujt. Ne duam gjakun ton se vërtet me gjak kemi punuar aty. Përderisa shoku jon ka lënë kokën atje. Para 3 vitesh, la kokën atje. Tamam gjak me gjak kemi punuar. Jo me tjerë dhe ne atë kërkojmë. Asgjë tjetër. Ne ardhëm t'ju takojmë direkt, ju kemi parë, jetoj me shqetësimet tuaja, janë zonja në gjithë Shqipërinë që e përjetojnë shqetësimin tuaj, e din ç'do të thotë të jetosh me djersën e ballit, e din ç'do të thotë me ekonominë familjare dhe të gjithë e kuptojnë që juve nuk ju amban pagën një biznes, por juve ju amban pagën qeveria dhe Edi Rama. Sepse nuk guxon asnjë biznes të mbaj pagën e punëtorëve nëse nuk ka mbështetjen e qeverisë. Realiteti që po jetojmë është ky këtu, është i disa familjet, i qindra familjeve të varfra, i qindra mirat pa punëve, kështu që nuk ka se si ta shikoja i realitetin këtu, nuk ka kosa, ai po bën një show tjetër. Megjithatë, unë e them me shpirt, ne jemi me ju. Zërin tuaj do ta përçojmë lart, zërin tuaj do ta çojmë, do ta ngrem zërin për të gjitha problemet tuaja. Sot mundësia jonë është të ngrem zërin, mundësia jonë është fjala. Më vonë, kur ne jemi në pushtet, jam e sigurt që do keni mbështetje, sepse të mbështesesh nëna, të mbështesesh gra që lotojnë me lot në sy, besoj që shumë pak njerëz nuk do të kishin ndjeshmëri minimale për të ardhur, për t'i dëgjuar dhe për t'i mbështetur. Që ju ja keni prishur gjumin atij të gjatit, ja keni prishur gjumin me këtë që keni ndërmarrë. Dhe akti tjetër që i dolët për Zot, se Sokoli thotë ka Zota e uzinë. Zoti jeni juve. Nuk është ai hajduti i radhës që ka ikur, që vjen njëri dhe ikën tjetri. Hajduti i radhës iku. Ju i dolët Zota asaj uzine dhe jeni për të përgëzuar që u futët në atë uzinë, treguat që jeni Zot ju dhe nuk cënuat asnjë gjë tek ajo uzinë. Vërtet tha Zoti Rama që ajo është bërë një katrahur. Por atë parë do të kthej një përgjigje të qartë tek ju. Kush është pronari? Ne kemi hapur portën para 2 ditësh. Nuk del pronari çuditërisht, duhet të paktën ndaj me, duhet kishte bërë një kallëzim penal që ju dhunua prona. Nuk kemi kërkuar lëmoshën, edhe ju që gjenden në këtë vendim ekstrem që keni marrë, kërkoni një vendim gjyqi. Ditën e djeshme kanë reaguar instancat e avokatëve në gjithë botën, kanë shoqata ndryshme që kanë shprehur mbështetjen tonë, rreth 500 avokatë në gjithë botën. Unë kam kontaktuar drejt për dhe kam atë mesazhin shumë të qartë, sepse ne menduam se do të thyeshim, mbas 18 ditësh ne nuk morëm asnjë përgjigje.
me burrat këtu në Grevurie. Por nuk prisin që vendimi juaj të ishte kaq surprizë dhe kaq. Kjo tregon që gjithë fjalë që ne kemi thënë për 18 ditë nuk kanë gënjeshtra. Realiteti tregon që këtu është një tirop e madhe. Këtu po shkot drejt vdekjes së një qyteti. Nuk është puna se po gjejmë zgjidhje provizore ne dhe po na ndihmojmë me një asistent social. Çdo bëhet me qytetin e Ballçit. Kur kjo uzinë ka derdhur edhe derte deri para një viti $100 milion.